miratimi I pakos për përballje me inflacionin 2.0 në vlerë prej 200 milion eurosh. Bloku opozitar e bëri të vetmën gjë që din ta bëj tash e sa kohë, pra bllokimin. Edhe pse në debat parlamentar pak ditë më parë, bloku opozitar kishin kërkuar që qeveria t'u dilte në mbështetje qytetarëve, kur erdhi momenti për të votuar, vendosën të pengonin pakon e cila do të ndihmonte secilën familje. Qytetarët e Republikës duhet ta dinë dhe gjithmonë duhet të llogarisin se qeveria jonë dhe e tyre nuk do t'i lërë kur vetëm, pavarësisht pengesave apo blokadave që të tjerët mund t'i vendosin në rrugën tonë të përbashkët. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për pensionistët. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për fëmijët. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për punonjësit e sektorit jo publik. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për studentët aktiv. Meqense për pensionistët dhe fëmijët nuk do të ketë nevojë për aplikim, sepse I kemi listat e përfituesve tashmë, do të synojmë që pagesat e njëhershme për familjet përfituese t'i bëjmë në fillim të javës që vjen. Pra, para festës Bajramit, ashtu që secila familje të ndjehet e barabart në atë ditë feste, duke e ditur se dora e mirë e shtetit kujdeset për ta. Kurse për të punësuarit të sektorit jo publik dhe për studentët, nga Ministri I Financave jam njoftuar që nevojitet procedur aplikimi, e cila do të hapet në javën e ardhshme dhe besoj që për këtë Ministri do të mund të prezantoj detajet tjera në vijim.